Pak do nisja me një shprehje që ne në hyrjet e çdo gjykate në gjitha korridoret apo sallat e gjykimit është drejtësi e vonuar, është drejtësi e mohuar. Pra që në këtë moment, në momentin që një çështje, pronësia mund zvarritet në 20 vite, në 10 vite, është një drejtësi e mohuar. Pra vonesa të pajustifikueshme që janë të gjitha në dëm të klientit, në dëm të qytetarit. Pra kjo është pasoja kryesore që bie kryesisht dhe bie tërësisht mbi klientët tanë. Pastaj është pasoja që bjen edhe mbi ne vetë avokatët, pra me mënyrën që duhet i përballojmë edhe pjesën e klientëve, metodat që duhet i themi klientëve për të ndjekur, janë disa pasoja të njëpasnjëshme që kanë zinxhiri procesi. Gjithashtu, sa theksoi dhe kolegu në sakt, Shqipëria do të shkojë dhe drejt normave të Bashkimit Evropian. Ka një projekt nga kolegjoja, është thënë dhe nga shkolla e magjistraturës, duhet rritja e numrit të magjistratëve. Ne sot jemi shumë më poshtë se numri i magjistratëve që kërkon normat e Bashkimit Evropian. Dhe duke qenë edhe nga boshllëqet, pra vetë numri i përgjithshëm që ende nuk është plotësuar, është poshtë numrit të magjistratëve që kërkon Bashkimi Evropian. Dhe shtimi i këtyre magjistratëve, plotësimi i kuotave dhe shtimi i ndihmës magjistratëve dhe sekretariateve të gjykatave do thotë një proces më i shpejtë, do thotë një zgjidhje më efikase për të gjithë.